Përshëndetje, në emër të grupit parlamentar të Partisë së Lirisë do të bëj sot publike kërkesën zyrtare që kemi depozituar pranë Kurortit të Kryeministrisë Kurortit të Republikës së Shqipërisë për ngritjen e menjëhershme të një komisioni hetimor parlamentar, jo vetëm për kontrollin e ndihmërisë së veprimeve dhe mos veprimeve të autoritetit shqiptar, por edhe në formulirë se ku kam përfunduar 4 miliardë euro investime në infrastrukturën e provinit, rrugove infrastrukturë e cila si që në dëshmitare të gjithë shqiptarë për shembull në 4 anët e rrugës. Në këtyre disa nga pamjen e rrugës kryesore, cilat sot nuk janë funksionale, por për cilat nga shpenzuar qindra milion euro, sa nga 4 miliardë euro, për rrugë të cilat sot kanë dalë thuajse jashtë funksionit. Gjatë muajve të fundit, në mënyrë të veçantë gjatë muajit shkurt të këtij viti, të gjithë shqiptarët janë dëshmitarë të dëmtimeve të jashtëzakonshme të infrastrukturës rrugore në të gjithë Shqipërinë, përfshirë dëmtime serioze të urave dhe veprave të tjera infrastrukturore që arritën kulmin në rëshqitjen e rrugës Librash-Prengas që ka bllokuar për shumë kohë juglindjen e vendit dhe një aks i cili ende milion të mos jetë funksional. Dëmtime serioze përveç aksit Librash-Prengas, ka psuar edhe rruga Qukës Qaploç, Korç-Ersek, Unaza e Burelit, motoparku i famshëm i Elbasanit, rruga Dardë-Boboshtic, Vllahin-Poçen, Lur-Peshkopi, Kuç-Qeparo, Memaliaj-Tepelen, Shëngjin-Velipoj, tuneli i famshëm i Llogaras, tuneli i Murizit e plot vepra të tjera infrastrukturore të cilat janë shembull veçanërisht në muajt e fundit. Por në veçanti dua të evidentoj faktin që segmenti rrugor Librash-Prengas, pjesë e aksit të rëndësishëm të juglindjes dhe pjesë e korridorit ndërkombëtar 8 ende vijon të jetë pothuajse jashtë funksionit. Të gjitha këto dëmtime të akseve rrugore kanë sjellë pasoja të jashtëzakonshme për jetën e qytetarëve, për shëndetin e tyre, për transportin kombëtar dhe ndërkombëtar, por edhe në veçanti për ekonominë e vendit. Kryeministri Rama, ministra dhe përfaqësues të tjerë të qeverisë kanë pretenduar paturpësisht se këto dëmtime në fakt sipas tyre kanë ndodhur si rezultat i rreshjeve, ku ndërkohë referuar dhe vetë shërbimit sinoptik, që është në varësi të kësaj qeverie dhe siç janë dëshmitar të gjithë shqiptarët, nuk janë rreshjet ato që kanë shembur rrugët, por janë pikërisht aktet korruptive të Edi Ramës, të Belinda Balluku dhe të gjithë drejtorëve patronazhist që kanë kaluar tek autoriteti rrugor shqiptar. Dua të vë në dukje faktin se shumë specialistë, inxhinierë, specialistë të rrugëve të ndërtimit kanë shprehur publikisht vërejtjet e tyre për mënyrën se si janë realizuar këto vepra, se cila ka qenë realisht cilësia e tyre, duke bërë publik një sër probleme serioze që kanë të bëjnë jo vetëm me projektet, por edhe me mungesën e studimeve të duhura gjeologjike, me supervizimin dhe me inspektimin e punimeve, me respektimin e kritereve të sigurisë dhe të mirëmbajtjes, si dhe me shkeljen e respektimit të standardeve të vetë ndërtimit të këtyre veprave infrastrukturore. Siç e theksova edhe në fillim, veçanërisht gjatë periudhës 2014-2025, janë investuar në infrastrukturën rrugore rreth 4
miliard euro, një vlerë shumë e lartë e investimeve publike që e ka kthyer sot shtrimin e 1 kilometri rrugë 5 deri 12 fish më shtrenjtë se sa rrugët që ndërtojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Këto vlera të larta nuk janë asgjë tjetër veç se para të taksapaguesve më të varfër të kontinentit dhe ndaj tyre grupi parlamentar i Partisë së Lirisë ndjen një detyrim për të kërkuar llogari në Kuvendin e Shqipërisë se si janë shpërdoruar në mënyrë kriminale dhe barbare taksat e tyre. Ndaj, në këtë kuptim, ngritja urgjente e menjëhershme e një komisioni hetimor parlamentar ka për qëllim pikërisht zbardhjen e plot dhe nxjerrjen në dritë të diellit të gjitha veprimeve dhe mosveprimeve të institucioneve përgjegjëse në realizimin e veprave të tilla të ndërtuara sikur të ishin rrugë të Florinda, por që në fakt janë shembull ende pa u inauguruar në pjesën ndërmuese të tyre, si dhe nxjerrje e rekomandimeve përkatëse për organet kompetente që të gjithë zyrtarët përgjegjës të marrin përgjegjësitë përkatëse ligjore, si dhe të merren masa të përshtatshme që të tilla abuzime skandaloze me kosto të mëdha për buxhetin e shtetit të mos përsëriten më në të ardhmen. Dëmi i shkaktuar në infrastrukturën rrugore nga tërësia e gjithë fakteve të sipërpërmendura është rreth 4 miliard euro dhe që jo vetëm fakton gropën e madhe të korrupsionit të kësaj qeverie, por edhe papërgjegjshmërinë dhe mos ndëshkueshmërinë e gjithë personave përgjegjës. Ndaj, duke patur parasysh se çështja e investimeve në infrastrukturë është një çështje ndërinstitucionale ku përfshihen shumë institucione, shumë entitete, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë duhet të kryejë funksionin e tij kushtetues të mbikëqyrjes, të monitorimit dhe të llogaridhënies. Ndaj, dhe për këtë qëllim ne zyrtarizuam sot kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për cilën do të kërkojmë edhe mbështetjen e të gjithë deputetëve të opozitës, në veçanti të deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Gjykata kushtetuese, pra të ndalem pak tek arsyetimi ligjor i kësaj kërkese, e ka cilësuar si kompetencë kushtetuese të drejtën e pakicës parlamentare për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për një çështje të caktuar. Duke e veshur 1/4 e deputetëve me këtë pushtet, kushtetuta institucionalizon një lloj tjetër autoriteti kushtetues që njëhet ndryshe si pushteti i pakicës parlamentare dhe që realizohet sipas gjykatës kushtetuese në mënyrë të pavarur dhe që është i pakufizuar nga vullneti i shumicës. E drejta e kontrollit hetimor i është njohur pakicës parlamentare, e cila duke i pasur të kufizuara mjetet në dispozicion dhe duke patur parasysh qëndrimet refraktare në shkelje të rregullore të Kuvendit dhe të kushtetutës që ka mbajtur në të kaluarën kjo shumicë, dhe dua të rikujtoj edhe çështjen e famshme të mosheqjes së imunitetit të Belinda Ballukut, ne besojmë se tani më kjo e drejtë duhet të njihet pakicës parlamentare dhe ushtrimi normal i kësaj veprimtarie nuk duhet të pengohet nga administrata e Kuvendit. Ushtrimi normal i veprimtarisë së Kuvendit kërkon ekzistencën e elementeve të domosdoshëm që ka të bëjnë me krijimin e kushteve për respektimin e ligjeve nga gjithë organet e tjera të pushtetit publik, si dhe shtetasit, si dhe pajisjen e tij me mjetet e përshtatshme për realizimin e kontrollit mbi mënyrën e zbatimit të ligjeve dhe mbrojtjen e interesit publik. Dua të sjell vëmendje për opinionin publik se komisionet hetimore që ngrihen për këtë qëllim, pra në kuptim të nenit 77 të kushtetutës, janë një mjet që i shërben pikërisht ushtrimit të kontrollit parlamentar, një drejtë kushtetuese që nuk mund t'i mohohet dot opozitës. Ndaj për këtë arsye dhe qëllimi dhe objekti i këtij komisioni hetimor
parlamentar është në përputhje të plotë me Kushtetutën dhe me parimet themelore kushtetuese për shkak se nuk sjell mbi vendosje apo transferime të kompetencave të parashikuara nga Kushtetuta për organe të tjera. Ndaj duke patur parashur sa më sipër, në përputhje me nenin 77 të Kushtetutës, nenin 25 të rregullores së Kuvendit dhe ligjit për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore të Kuvendit, grupi parlamentar i Partisë së Lirisë kërkon ngritjen e menjëhershme të komisionit hetimor parlamentar me qëllim kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve dhe mosveprimeve të institucioneve përgjithëse për realizimin me standarde, me efikasitet dhe me qëllimshmëri të investimeve publike. Objekti i këtij komisioni hetimor do të jetë së pari verifikimi i ligjshmërisë së veprimeve të autoritetit rrugor shqiptar, verifikimi dhe testimi i respektimit të standardeve të ndërtimit nga kompanitë ekzistuese, të cilat kanë fituar tendera për ndërtimin e këtyre objekteve në infrastrukturë, këtyre veprave, dhe objekti i tretë do të jetë verifikimi dhe vlerësimi i kapaciteteve të gjitha institucioneve, enteve apo shoqatave të profesionizme në funksion të garantimit të standardeve të larta në projektimin dhe zbatimin e veprave publike dhe së fundi objekti i këtij komisioni do të jetë hartimi i rekomandimeve për të përmirësuar punën në të ardhmen në mënyrë që askush më të mos guxojë të vjedhë qoftë edhe një qind të destinuar për ndërtimin e veprave në infrastrukturë. Ne propozojmë që ky komision të përbëhet nga 9 antarë, nga të cilët kryetari dhe 3 antarë do t'i përkasin grupeve parlamentare të opozitit, ku sigurisht kryetari propozojmë të jetë nga deputetët e grupit parlamentar të Partisë së Lirisë dhe 5 antarë të tjerë do të jenë nga grupi parlamentar i mazhorancës. Ky komision, sipas propozimit tonë, do të ketë nga fat 4 mujor, sigurisht me të drejtë shtyre. Ndaj, edhe një herë më lejoni të përsëris thirrjen drejtuar të gjithë deputetëve, jo vetëm deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, por gjithë deputetëve të përgjegjshëm të Kuvendit të Shqipërisë të mbështesin këtë nismë për hetimin e 4 miliard euro investime në infrastrukturën rrugore, infrastrukturë e florint, por që është kërmoqur dhe është shëndur në të 4 anët e vendit. Faleminderit.